Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, KIA, ka përmbyllur me sukses një nga operacionet më të rëndësishme dhe komplekse të këtij viti, duke pritur dhe përcjell 47 delegacione të nivelit të lartë me kryeministra e presidentë nga e gjithë Europa, të cilët morën pjesë në samitin evropian të Komunitetit Politik 2025, të zhvilluar për herë të parë në Tiranë më 15 dhe 16 maj. Tirana International Airport arrit të menaxhojë me efikasitet jo vetëm flukset e larta të vizitave zyrtare, por gjithashtu garantoi vijimsinë e plotë të trafikut ajror për fluturime të rregullta, pa shkaktuar asnjë anulim apo vonesë të ndjeshëm për pasagerët. Ky operacion i përmasave të mëdha u realizua sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe protokollit diplomatik, duke ofruar një përvojë pritjeje të denjë për nivelet e larta të këtij eventi.